Kjo është ajo pjesa gjismake. Ja, për shembull, në këtë rast shteti lejon që provimi i jurisprudencës të mbahet vetëm në gjuhën shqipe. Nga ana tjetër, për pjesën praktike thuhet në gjuhën maqedone. Çfarë kuptimi ka barazia në qasje vetëm në një pjesë të provimit? Qëndrimi i drejtësisë dhe përbërja e saj barazisë në qasje nuk kupton kur pjesët përbërëse të provimit duhet të mbahet në pjesën teorike, teoria dhe në pjesën praktike. Rezultati i saj është që kanë i drejtësisë, që duhet të veprojnë bashkë, fatkeqësisht ki që kanë, shqiptarët i godet ndërsa palën tjetër e përgdhe. Kështu e demonstron problemin me provimin e jurisprudencës profesori universitar Bashkim Selmani, i cili përmes një konferencë për shtyp sot ka theksuar edhe një herë se zhvillimi i provimit të jurisprudencës përfshi edhe pjesën praktike në gjuhën shqipe nuk ka asnjë pengesë ligjore, procedurale apo akademike. Selmani për të argumentuar këtë ka dhënë edhe shembuj konkret. Kur zhvilloi provimin me studentët nga bashkësitë ndryshme, fillimisht sa studentë ndjekin procesin në gjuhën maqedone dhe sa në gjuhën shqipe. Studentët përgjigjen në gjuhën tyre, ndërsa administrimi dhe procedurat e provimit organizohen pa asnjë problem. Kjo dëshmon se bashkëjetesa e gjuhëve në procesin akademik është jo vetëm e mundur, por praktike dhe shumë e zakonshme. Prandaj bëhet thirrje kryeministrit, ministrit drejtësisë, që të njëjtin parim që zbaton praktika jonë në provimin e jurisprudencës, vlen të praktikohet edhe në gjitha provimet shtetërore brenda shtetit. Sa herë ngritet nisma për të drejtat e shqiptarëve, ngrihen dilema të panevojshme juridike dhe kërkohen interpretime shtesë nga institucionet ndërkombëtare, tha Selmani, i cili potencoi se të drejtat e qytetarëve duhet të jenë sikurse obligimet e shtetit, 100% të njëjtat për të gjithë. Sipas tij është e nevojshme vetëm të formohet një komision prej 5 anëtarësh shqiptar dhe kjo e drejtë mund të realizohet pa pasur asnjë pengesë. Tjetër rast kam edhe për ligjin e përfaqësimit të drejtë. Do të shihni që edhe në këtë ligj është menjanuar 20%. Pjesa tjetër akoma që është më shqetësuese, ju do të shihni se ne si qytetar jemi taksa pagues me 100%, prandaj kërkojmë të drejta të plota dhe të barabarta. Pjesa tjetër, ligji që nuk parasheh për plotësimin adekuat dhe të drejtave, unë para një raste vetë një kazus e marrë të shkurt, ishte di student, njëri në punimin shkencor mori 10, tjetëri mori 9. Çfarë ndodhi në këtë rast? Mendova se është i zemëruar nga nota, mirë po ai zemrimin e difisht dhe me lot nësi më tha, jo profesor, unë jam i 4-ti në familje me i diplomuar dhe asnjë të punësuar. Fatkeqësisht në praktikën e përgjithshme ndodh në Maqedoni të kemi gjithë fshatrat të punësuara, subjektet caktuara të punësuara, mirë po duhet të mbahet një llogari për të drejtën e barabartë, se gjitha familjet duhet të kenë qasje të barabarta në punësim. Profesori Selmani ka paralajmëruar konferencat të ngjashme dhe në të ardhmen me qëllim sensibilizimin e opinionit por edhe politikës për zgjidhjen e çështjes së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe.